Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takojmë edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën, së bashku me hoxhën e nderuar Dr. Shavqet Krasniqi. Do të jemi së bashku për një orë të plotë me pyetjet e juaja dhe padyshim pastaj me këshilla dhe përgjigjet e hoxhës së nderuar. Jemi live në RTI, po ashtu edhe në faqen zyrtare të hoxhës në Facebook dhe në YouTube. Assalamu alaikum i serdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë linja telefonike është e hapur për gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht edhe me SMS. Regjia thotë që kemi telefonatën e parë, kështu që po inkuadrojmë pa humbur kohë. Selamun alaikum. Ka ikë telefonata, kalojmë tek pyetja me SMS, ku thotë a lejohet agjërimi me një dietë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhëruar, salavat e selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shokëve të tij, familjes së tij, të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj agjërimi me një dietë është agjërim për dietë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Veprat vlerësohen, cilësohen, shpërblehen sipas niyetit. Dhe se secili njeri veprat i shkruhet apo shënohet për atë që ka bërë në jetë. Se fjala vije dikush jep para të mira, një fëkaraje, një nevojtare, por ka qef një përmend. Aj, e përmend. Ose jep dikuj që dhaj mja këthy, me pas dobi pejtina, me përfitu dhe pejtina. Ose me hin listë në emrat e tyne që është humanist, në emrat të listën e humanistave. E kështu më radhë. Ai nuk e ka për izzat Zotit, ai e ka për dynja, për interes të dynjas. Edhe agjërimi, se një prej badeteve më të rëndësishme, të i madhi Zot, nëse robe bën për hir të Zotit, e ka sevapin të Zotit. Për agjërim. Po nëse bën agjërimin për dijet, e ka për dijet, po sevap nuk ka. Kështu që agjërimi duhet bëhet për hir të Zotit, po brenda agjërimit pastaj ka dijet. Dhe agjërimi në vetveten e vet e ngërthen edhe kuptimin e dijetës. Nga se në parim me sunnet robesh me huar pak kafshat buk. Bihasbi mri'in luqimati min at-ta'am yuqimna sulbahu. I mjaftojnë robit disa kafshat ka thënë, që me mbajt veten gjallë. Po nëse është paqare, ta vazhdon hadithi. Paqari bie së në rezistan. Sikur nisat, që të mirat e ka që Zotis, qysh me rezistu, kallëzëm ti mu. Këtë Ramazan, të qesin petlat për iftar. Mjallë të nga të të, po petla pa mjallë të nashtë të manget. E tani ja ka pite, ja ka qorb, ja ka këtë, qysh me rezistu robi? E pejgamberi për amësan për thot, fe në kanë në fela bod, për nëse o paqare, së në rezistan. Vë thëllëthon li taamihi, vë thëllëthon li sharabihi, vë thëllëthon li nefesihi. Një të tretën për ushqim, një të tretën për pije, një të tretën për me marë frym. Tash nëse robi përna me këtë hadith, në kushtet të rëndëmta, e gjithmonë kam pas dijet. E me theks të veçantë pastaj, kur i shtohet kja Ramazanit, në Ramazan kështu ashtu të sënë hanë drejkve, sëfër dhe iftar, por hanë pak kafshat, pak buk, në sëfer, po ashtu një të tretën në organizmet e musha po të stomaku të lukthit një iftar, një të tretën lënë për lanqe, për uje, për qaje, për të tjera, dhe një të tretën me marë fërim robe, me mujtë më falë.
Dieta më dëma s'ka me ardhë. Pjesë e saj është dieta. Pra, agjerimi ka kuptim shumë të gjerë, ndërto edhe me zbraz stomakin, robi, me hargju disa rezerva, nga se Allahu i madhruar ashtu e ka krijuar sistemin këtë njeri, në veçantë si pjesë e njeriut edhe sistemi tretjes, ku organizmi në mungesë të ushqimit që nuk jep individi kështu nuk fut mrena, ai fillon me marrë rezerva me hargju. Fillon me hargju rezerva. Me hargju rezerva i bie me diet, i bie me hop kile, i bie me dopsu, me shkrivjam. Pra kjo është dieta, kuptimi i dietës. Andaj agjerimi bëhet për hir të Allahut, o ju njerëz. Pa hama pak buk, dieta vjen vetvetiju. Plot njerëz ka 4-5 kg, 6-7, 3-4 hupin Ramazan. Plot. Po. Allah i shpërblet, do të vazhdojmë tutje, nëse kemi telefonatën e radhës, po inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Ja përshëndes juve dhe Hoxhën Shavqet Krasniqi, edhe ja uroj Ramazanin urime juve edhe krejt shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit, urdhoni me pyetjen. Unë i kam një 3 pyetje. Po, Një pyetje e kam, a është haram me flet me derë qel, se zanat e kemi flet me derë qel. Edhe dyta pyetje është, a është haram me shkue femna të vërët me varrus nëse tafërmit e vetë, edhe për punë vërë po ta që me vetë, a është haram që pe mjellin lullet me vërë që shto qirat e qëtu. Edhe në pyetje kam për taravim, o ka bu marak se krejt, unë i fali 5 ku namaz, alhamdulillah, e në gjinaj e krejt, veç më ka bu marak edhe taravit me falë, po s'po di qysh me falë, vetëm të shpijak, i kisha falë, po s'po di qysh me falë. në Këto rregull. janë Faleminderit. pyetjet e mia, Ju ju përshëndes. përshëndes. Selam aleikum, natën e mirë. Allahu të rujtë. Haram me fjet me derë qelë është. Shqam, ne është senet me mshil derën e shtëpisë. është senet me mshil derën e shtëpisë. Me fik zjarën. është senet. Nëse mshil derën e shtëpisë, e dytë mrena pas të në përdhoma që ajon, dikush e lën qelë për ndonjë arsye, je ka thmin e vegjën dhomën tjetër e dërmi një, jo, ku ta dim ne, nuk ka dert. Nuk ka dert. Për derë se kam mbyll derën jashtë. Për derë se kam mbyll derën jashtë. Tash, se së njeri ka specifikat e veta, njeri kur është vesh me thmit vetë, ose me bord vetë, nuk ka havale, nuk ka havale. Por me qenë me antar tjerë të familjes, sigurisht se do të me mbyll derën, pa tjetër. Çështja mbjellje se mbjesmarrjes në përvorë, se bën 4 pyetje, ai është ndaluar me hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, është ndaluar. Dhe kjo është konsensus tek të gjithë ulemat, femrat e kanë të ndaluar me marrë pjesë në varrim. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë në hadith irji'na ma'zuratin ghayra ma'juratin. Kthano gjunaqare pas sevap. Kur disa gra nis me shkone një varrim. Mbjellja e luleve në varr është bidat, është haram, është gjuna. Është gjuna, është haram. Është tradit e jo besimtarve. Është tradit e jo besimtarve. Nuk është tradit e muslimanëve me mbjell lule me varr. Në varr. As nuk është tradit e muslimanëve me mbjell me vu lule me varr. Kur gjëjtë. Lutje do, selam të vdekur dhe lutje do, kaq. Për punë e taravive, nuk për dimi falë, thot taravit, te pasi që din më falë, që shë falë sënit e drekës, ose të sabahut. Një që shë falë sënit në sabahut, fali 20 recate, 2 nga 2, 2 nga 2, 2 nga 2. Dhe që bënje për taravi.
Njët për 2 reqate për taravi, Allahu Akbar. Se sunetën e sabahut. Jep selam, apet, që është në kam. Me qatë njët, 2 reqate taravi tjera, Allahu Akbar. Jep selam, apet 2 reqate, apet 2 reqate, 10 herë ka 2 reqate bëjnë 20. Lodhësh duken shumë e gjatë, anë fali 10. Fali ma pak, fali ma shumë. Krejt të në taravi. Fali një pjesë tash mbramje, pasjatësie, një pjesë ndash, kur që është me përgatit së fyrin. Ja, së është kusht. Më nëshme falë tash të azami 8, 10, sabaj falë edhe një 8, bëjnë 20, falë edhe vitrin, edhe është shkelqyshme kja. E shkelqyshme është. Pra taravit më të rifalë, si kurse që falë sënetin e sabahut. Vesh të njëti dallan. Vesh të njëti dallan. Apo sënetin e drejkës nëse dënë mi falë nga 4 reqate. Nëse dënë 4, që bje 5 herë me dhanë selam nga 4 reqate, që shë falë sënetin e drejkës të parin, që është e falë 4 reqate taravi. Vesh njëti, këtë ke bë njetë sënetin e drejkës, atje bë njetë namaz taravive. Ta në apet, jep selam që është namaz taravive, apet namaz taravive, 5 herë, bëjnë 20 reqate. Shumë është e thjesht ke punë. Po. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, të cilën e kemi në linja, apo e inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një 3 pyetje për hoxhën Shavqet, apo? Por nëni. Pyetja e parë është për zeqatin, për shembull, nëse këtë vit është 8.000 euro, edhe unë i kam 5.000 edhe jap çat 2.5%, a llogaritet si zeqat apo si lëmosh? Edhe herë. Pyetjet Edhe herë pyetjen. nëse për zeqatin, nëse këtë vit është 8.000 euro zeqati për me dhon. Minimum, apo përcaktohet. Për shembull 8.000. Edhe unë i kam 5.000. Sadake, nuk ka zeqat. Edhe nëse jap 5% që të në 5.000 vam llogaritet zeqat mu, Jo. nuk llogaritet zeqat. Jo, sepse se ki Do të bërq. pas 8.000. Se ki bërq. Sadak është kjo. Limosh. Sadak. Po, motë. Mirë, e pyetja tjetër është, për shembull, kam dim të shpinës edhe kur merr avdes, nuk po muj kom të me i lasht, kur s'me i prek me dura, vish me kalu uji, është rregull. Allah është përbleft. Tamam, do të mëni pas pak përgjigjen, pasi ta ndërprej A në ki një pyetje telefon. tjetër? Edhe një. Po, edhe një pyetje tjetër e pata. Po. Po, Urna. urdhna me pyetjen e tretë. Apo dhe Vish pak se vetëm një minutë se më pul prej mendjes gjatë tjetër. Thuj Allahumma salli ala Muhammed. Pyetja, zeqati. Hajde djeme ndërkohë, s'ka dërt më. Po më kujtohet. S'ka dërt, për respekt. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam aleikum. Amin, Allah i truaj ya Rabbi. Pra pyetja e parë mori përgjigje, pyetja e dytë ç'është Po, kjo është një pyetje shumë aktuale, shumë edhe po vjen të bë çdo herë më aktuale. Sepse shqiptarët e tonë se di pse, ty bene di pse. Je gjysa, jo në farë gjysa, ma shumë se gjysa janë të presht pej, kam probleme me korreze, me kame, po vëllaj, gjëna të zotit, po. Të ndjen gjëna, pse janë të gjenia femrore, pse të bëjnë 50 vjetë, hala pa i ba, se di, pse kaq, se di, smundje, ramatez, korrizi, subhanallah. Po, nuk e di, po da apet mira, ape hieka, aprej, a gjenet, a klima, subhanallah, veç me thonë subhanallah robi. Sepse kjo motër nuk është i vjetër, pejzanit. Po, kur të ka 60-70 motrat, gratë, pak ma shpejt si burrat, e plake në lëshojnë, veçanti nëse kanë pas hieka, kërë në kanë të reja, por motrat e reja, 40 vjetë, 50, edhe mja nisë më anku, subhanallah. Nejse, se të që tjetë, është aktuale shumë këtë qështje. Motrat, po dhe vllaznia, muslimanin përgjithësi, që nuk mundet më gërbau me ila kam të veta, veç e zgjatë kamët, ashe elhamdulillah me tusha me sene, i këthen uj edhe mjaftan. I këthen mjaftan. Sigur se me kap kamë ras në ujnë legja nëse në pos, lop me shti kamën në uj, deri me tam lu dhe mi gu, të mora avdes, me avdes e ki. E ki me avdes. Kështu që tek shumë ulema, pe ty në tek hanefit,
nuk është kusht me fërku me dorë kamën, elhamdulillah pe Allah, nuk është kusht me fërku, por është kusht ujë me lag. E ujë pe lag, tash elhamdulillah shtin kamën në qeshme, apo qa quhet krua, apo në tosha që është dush thuj, ja këthën do ujë, edhe lagët kama kretë, elhamdulillah ki abdest. Ani pse, motrat e cilat për dhe vllaznia që kanë problem, me korrez kanë problem serios, me lakamt, apo kanë peshtë madhe, unë në përdor, pa problem estet, në parë qërapa, trasha, të njëherë trasha, të njëherë, bilet ashtë dimnit, se verës njërë se të kama së në dërën, së në banë, është ma vështirë, ma problem është, dërsa është shumë kuha, e për shtatshme. Motrat, vllaznia, bajnë qërapa të trasha, që kemi thana për para qërapa të dimnit, dhe që është sabah me marrë avdes, mërë dhe që është ashtu avdes, edhe i madhë qërapat, më nuk i dathë dhe rritë bish me fijet. E pastaj, i apë mes në drejkë, veç me dorë të lakt, veç dorë në lakt, pej majës gishtave deri të fundi qërapës, tjahtës, tanit majtës, edhe abdeski. Po. Kemi telefonatën? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum, urdhani me pyetjet. Selam aleikum. Bani pyetje hoxhës? Po, urdhani. Kam problem bre me dur, po më thonë mjek që kima e stele dhe një farmyke, dur, shputat e durve për smrena. Edhe prej ujit po më zjegin shumë. Krejti kam mish kështu bashkë që shtojnë ana mish i gjallë. Edhe qashtu vallaj po marr avdes dhe po falna, nuk e prishin namazin që sa jam të falë që 15 vjetë valla po. Edhe tash bashkë që 3 vjetë ma shumë u kanë ban dur të bëllë po falna. Edhe jam e smut për jonaza falna ullë. Kështu kur të lidhna namaz e reqatet e sinete këto kur qona në kamë, janë nisi falna ama ullë tani masanina. Edhe jam për jonaza. Edhe hoqë e kom krye Kuranin që ke dyta herë është. Para Ramazanit edhe që tash të një 10 fleti kam, tash aty ishë për me bon jetë këto në fond të kom ledzu, po tash nuk pe di, a më zjet, apo do po thënë që do të hoxha në gjami më ti vetëm tek pyetja e parë, a ka mos hoxha qe, po ne nuk di arabisht vete hoxhën, a më zjet, a është e vapa ja. Vetëm pak, po dëgjojmë edhe unë edhe hoxha po dëgjojnë. Hoxha ka një pyetje se përket pyetjes së parë për çështjen e duarve. Po, fal. Qatë ka thonë mjeku Dur të hoxhi kam krejt O, e qartë, mora Vetëm pak, vetëm pak ndalët ta dëgjoj hoxhën çfarë pyetje ka. Qatë ka thonë mjeku për punë durë, qa me përdorë? Dur të më ka thënë mjeku që është një farloj majasili i pashërushëm hoxh. Edhe myk kam, që 3 vite më kanë E qëfar uje? Ven ujë qa me përdorë, ven ujë, që ka me përdorë? Jo, heq kur më ka thënë mos mi lak dur të, vetëm me pallëm të lak vic gishtat kur të hangë shbok, ama tjetër se njo. Në rregull, do të merrni pas pak përgjigjen, E Allahu kam lehtësoft. ato ilaqet e shka i ly, këto krema. Jo, ta unë të rëcanë të e po. E çfarë është pyetja, do të merrni pas pak përgjigjen. O kri. Allah shpërblet, selam aleikum. Një problem me çështjen e abdestit, Po, shumë, pse ka thonë mjeki shumë. ke prapa vazhdo me marr. Shumë është problem kë i randë është, sprove randë është, njëri mos me mujtë prej kujtë. Apo me pas vështërsi me prej kujtë është shumë me randë, sprove randë është. Sprove randë është. Këtas pas ka sprovu Allah me korreze me dur për ngritë Allahot, ngritë Zotë, ngritë o i motër, të ngritë Zotë. Të ngritë Zotë, ma në ku më sanë ka. Ma në ku më sanë ka i motër, më sanë ka, thuj alhamdulillah o Zotë, që mund ke zgjidh e mi ke që këtu sprova. Nuk e kum lypë Zotë prej teje, për të vetë mi ke që. E qka të vjen prej teje, mirë se artë. Ne të kem besua Zotë, ty për Zotë hak, nuk ka tjetër pas teje. Edhe ti në dënë të mire neve, ma shumë se sa neve të vetës tonë. Ti di në Zotë që a mirë për neve. Zotë jonë mës në qa që asë i bajmë. E ata që në qanë, forcana e të
ana sabër, ta përballojmë e sa ma lehtë ta kalojmë. E pastaj pranana, i ngritna lartë, as pastrana o Zoti jonë. Do t'ja kujtojmë vetë vetës një, shpesh m'ja kujtu vetë vetës, edhe njani tjetërit. Se sprovat nuk vinë rastësisht, nuk ka rastësi të Zoti. Por Allahu aqan Rabbe sprovat për me ngrit. Inna Allahe idha ahabbe abden ibtelahu. Allahu nëse e dan një rab, e spravan, la ilaha illallah. Nëse dan, e spravan. Nëse dan, e spravan. Pra ata që nuk e spravan, sikur se nuk e dan, për ata se left partë i metit, janë tut kur Allahun nuk i ka spravu. është cekur nga Aliu radiallahu anhu, Aliu, kush ka qenë Aliu, se nëse për një kohë të gjatë nuk ka pas ndonjë skogdhimbje apo ndonjë smundje, është friksu mos përja shtynë Allahu për ahiret, Allahu na ruajt. Sepse Allahu kur e do në robin e spravan. E pastaj vazhdimi hadithet, nëse aj e kalën, është i fort në sprov, e jashtan Allahu sprovën tjetër. E kalën edhe atë, e jashtan një sprov tjetër. E kalën edhe atë, e jashtan një sprov tjetër. Sikurse në provim, e ditët parën, shkëm të dyta, edhe atë dytën, shkëm të treta, edhe qëllove tretës, shkëm të katërta. Derit edhe të krye, e morë shkelqyshëm, e morë me dheqë. Po dëshporan të parën, nuk jetë dyta heqmo. Ta shëma gjënët me shku të dheqë atje. E që i bije kja? I bije, që shka arë në hadith tjetër, ka për Rabbe, dë Zotit, të cilët nga sprovat e shumëta, të randa, që i spravan, Allahu, ecin në tokë, pra vazhdo në robe të spravohet, hatta jemshje fil ardi wa lejse, alejhi khatije, vazhdo në robe të spravohet, dhere sa esne për tokë, tak, as një gjenan të rëbëve të ka. Imaginat i robi 70 vjetë, jo fëmija s'ka gjënahe, kë 70 vjetë, po edhe kë s'ka gjënahe, sepse ju kanë falë gjënahe këtina. E ta shka në nalë këta, që hapen kanë me hinë gjenet, veç vdekja, sen. Të veç vdekja, se pa dekësën hinë gjenet, veç vdekja e pen nga këta. Vdeq, kë shpirti ti shkaj, mëse ka i mo. E shef sprovot. Kështu që motër dëra, pën sabër, dhe të për mdokët këka sabër lika, Allahu dashtë të rujtët vërcoft. Tani për punën e abdestit motër, për punën e abdestit. Nuk e di pa provo për seri, provo njëherë, provoj. Me marë qësh është ujë qëto, ose në janë matë madhë që më rabdes me te, me marë një kese qajt kamomil. Edhe me shti. Pak të vakt. Se në ftaft nuk lëshan. Pak të vakt. Se edhe ju të vaj, të vakt. Edhe manë një tro, pak sekunda. Po ju shumë sepse ta një bëhet qaj. Edhe hjek kese. Edhe pravan me te me lagë ftyrën nëse dur. Dikush ka problem ftyrë, dikush jenë dur. A ka mundësia, nuk ka mundësi. Nëse nuk prish punë, e vazhdan. Nuk krym punë as kjo kur gjo, atëherë, kjo ujnë së të përdor. Ujnë së e përdor, dohet me marë tema. Me pas kush i jep, me lagë gjimëtyrë tjera ftyren, e durt, e kam të me dhanë me skres, pe aprek e ujtë, ose me math një parë dorza, nëse krym punë, dorzat, e me dorza i lanë sytë, durt, e me skres, e kamët. Të kanë mirë durt, së prish punë që i letë funit, e jek dorzat, edhe atërë mërë pak dhe, ose një qeremide, ose diçka, e fërkam pak me dur, edhe që bëtë shtu. Nëse s'mune saj se ki varë, veç për mi. Ka pak.
nëse mundet që të formë. S'mundesh as këtë formë, kalon tejmum dhe fal me tejmum otra. Sepse tejmumi është zavendësimi i abdestit. Kur nuk ka ujë, ose ka ujë për nuk gëzën me përdor. Nuk mundet me përdor, apo nuk gëzën. Nuk mundet, është e paralizuar. Është në shtrat. Ujtë e kanë banjë atje. Kanë si punojnë? 2 metra në pas larë, kësë në më rinë ujtë. Vesh me afru që to. Kësë në përdor. Ose, s'më në përdor shkak shëndeti, sepse ka plagë. Varë krejt trupin. Ose ka thymje, ngipsa krejt. Ka shumë rase, kërse në përdor njeri ujtë. Ose ka ujë, për nuk gëzën me dalë në përdor. Ka ujë do të me dalë jashtë rrugë, me të rrugë, për nuk gëzën. Nuk gëzën. A mbella me dikan, a pe qeve, a pe armiqve, a pe hajnave, a runa, zëtë me rëndësie nuk gëzën. Pra ka shumë arsye, e që përmlidhen në mëngesa ujtë, apo prezenca ujtë, por pa mundësia me përdorë. Ke pa mundësi është, ose s'ka mundësi fizike, ose ka frikë, ose mundësi, shkak shëndeti nuk mundet me përdorë ujtë. Kalon e tejmum. Tërsen që ka pyti më të ratë. Kurani thotë 2 herë që Jo më të këtë Kurani shqepa lezeshë, s'kene u i hatë me kurgjë me bo për atë mesele, lëtë Allah me ta pranu Allahu kaqë, s'kene u e ste hojgja as kurgjë. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam. Aleikum salam. A bënë hoxhës me avoni pytje? Po, urdhënoni. Pytje o kështu. A quhet kamat, parja që ja jep dikujt për shembull ti e ki njetin pa kamat, për shembull, ai u ngushtu për shembull, mi avon të pare, edhe mi akyti punën si shok, si vlla, si çdo që t'jen, edhe ai për shembull me njetin e tina për shembull me t'i kthy për shembull ti ja ke dhënë 500 euro, ai me t'i kthy për shembull 550 euro. A quhet kja kamat, a lejohet me marr? Pyetje tjetër? Jo, nuk kam pyetje tjetër. Selam. Natën, aleikum salam, natën. Aleikum selam. Në parim, nuk lejohet, sepse është kamat. Por, dësa ulema kanë thonë, nëse, kër jep atë tjetërit bërqë, jep thjesht për 500 euro bërqë, unë të këmë dhonë të 500, unë të lyp, mu asë shumë shkon menje me të lyp mi 500, sepse në kërë i tem, është të fokusone që unë të këmë dhonë 500 dhe në guzeme të lyp ma shumë. Dëse asë që menojmë për punë të kamatës, së për punë të alkoholit, a menon muslimani për alkoholis menon. Dhe të dhash 500 bërqë. Po edhe të kur mi morë, nuk mi morë për mi këthi ma shumë. Mi morë 500, mi këthi 500. Dhe vjen koha më këthë bërqën. Me bo me thonë qërë 500 edhe pazi pe qefi tem, ja. Vesh 500. Ti mi këthër më 500. Unë i morë është një gjë 500. A u lajtëm po, Allahu që përbleft e të ndëroft. Të pagohë Zotim të mirat e tina. Ta shone kam një dhërat, për kom qef, me që fëmive tu, familjes tane. Borqën lama në kry, përfëndaj borqë. Ta shone kam një dhërat, ku për kom qef, ose te hani drejk me familje tane del dikon, ose familjes tane. Ose nuk ka para, po është një sen diçka tjetër. Dikush ka sene, ka mjallët, ka shet diçka atje teknik, dhe në orë, dikush shet diçka sene, dikush edhe, thot për kam qëmë të anë që për familje. Bosh e lejtëm të slipe, unë së të këmarë për në thoma shumë. A këjtëm, tash, përfëndaj e punë e bërë hëlla, tash kam qef, kam drejt fetarisht, me të afru të një dhara, që një kemik, i mirë, pas në gjep, pas në qëto, një kemik, me rëqëta. Këta e kanë liju disa ulema. Po tani kjo është e rrezikshme. Pse? Sepse me thonë gjithmonë është e lijuar, njerëzit ka mundësi tani i shkon mendja, thotë po japin ashta me diçka, më shumë. E tani ke futën në hadithin kullu qardin jarra nafan fa huwa riban. Çdo borx i cili ngarthan tërheq dobi tjera përfitime është kamat. Çdo borx i cili ngarthan vetveten e vet përfitime, shtesë mi qatë borx është kamat.
Andaj puna është e ndihshme kja. Për ata e mirat një thonë faleminderit, Allah që përblëq. Po dhe të më kaj kujdesshëm. Ja lën njerit borxhin krejt, ja kthen, e pastaj bile me lënë tjetër ndoshta më mirë, por nëse tu që nuk e sheh diçka, kur të kryen para se me dalë, sa para se më shpërnda, se më largu, thot mos pa kthe, pa kam qef një dharat, ka hemet mituli drejt dar, ose që thash më herët, pa diçka. Ata do të bëjmë një shëputje të shkurtër dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar tutje, qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. U rikthyem në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën, edhe më tutje pra jemi live apo drejt për së drejti në RTI dhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook dhe në YouTube. Doktor Shavqet Krasniqi, linja telefonike është e hapur për gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni për bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigje apo këshilla nga Hoxha. Kemi telefonatën, e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, urdhënoni. Po i kisha një di pyetje. Urdhënoni. E ka mundësi, jo. Pyetje parë është, a kthej shpirti të vdekurve të vizitoj të gjallët në këtë botë? Qartë pyetja e parë, e dyta? E dita, kur nditemi në namaz, edhe duhet me imbush vendet që mos ketë do një vend të shmrast. Ashtu? Që mos të ndërhi shejtani këtu. Se sekund qash ka lip shejtani kur jena në namaz ati. Ka lip shejtani po ta? Po me plus sofin, dhe me kësi shejtani, është apo lip shejtani në namaz. Tamam. Në rregull, pyetje tjetër, okay? Jo, faleminderit që kjo ishte. Selam aleikum, natën e mirë, faleminderit shumë. Aleikum selam. Shpirti të Ka vdekut lip shejtani më shumë të lyp të namazlia. Se shejtani të ai që shkon në kumorën kafe dreqet atje, a që ka më lyp dreqet ai? E ka bo për veti mëte aty ka lana, e ka në kolubin e vete ka që aty dreqe ka me të punë në regull. Nuk ka që ka lyp dreqe me ta një që qëna për diskoteka, na për kafet, kazinë që janë këtë të natës, dreqe aty nuk ka më që me lyp, ka kryd, aty të veti ka ketë ata. Ata ka të vetë komplet, aty ju jeni shumë mirë një jo. Dhe mës më ardhë apet, me huq, apet me ardhë. Se jeni perfekt. Që jo knasht, mirë, për dhe frehni, o knasht. Dhe vetë i ka i ka dhe vetë. Me ta bënë që ka dënaj. Po ai e ka probleme me musliman. E ka probleme me namazle. Ai namazlit nuk mujti me qua në kafe, natës. Ai namazlit nuk mujti me nalë të gjamia me thonë këthenu. As nuk mujti të shpia me thonë ku pa shkani. Nuk mujti. Nuk mujti. Dhe ai ku pelset. Allah më alkoft. Andaj çfarë banaj? Mundohet me i bëtsytje. Me i pengu namaz. Me i dekoncentru namaz. E javë që në gjumi namaz, kotjen, met me menua ndej këndej. Tash me ambyll të në rrugë këtina, me ambyll rrugët, pejgamberi a.s. ka thonë, afroni me zveti, afroni kamt, afroni kraht. Sepse shejtani depërton në safin i cili është zbrast. Anet, për me mujt me bo për vetë ndë një namazle. Tash imagjinati për shembull ndodh nga një herë. Janë 50 veta. Dhe imami gabon. Asnjë këta nuk e në gjendje mja kujtu që gaboj. Pse? Sepse krejt shejtani ka arrit me habit në namaz. Lyp në danaj, që ato e danaj, që ato e në dan. Andaj mas preventive, për më smelan shejtanin, pra ta ne theme udhu billahi min ash-shaytanir rajim, theme namaz. Min namaz subhanakes, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah në kena për Kur'an. A'udhu billahi për shejtan, me në rujt për shejtanit. Vjen xhamiaj. Vjen në xhami, çush nuk vjen xhamiaj. Dhe për të nuk ka asnjë pikë dyshimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thirr me zinë zanin, shejtani ik. Atë sa nije të zanë larga ik, sa që mos më nije zanin. Por kur kryet të zanë vjen apet vjen qatë.
I mallkuar është ai. Edhe ta shpirtit e vdekurit a kthehet në herë Jo. kontrollit. Jo. Kjo nuk ka të bëj me normat ligjore fetare e Islamit, s'ka të bëj. Kjo ka të bëj me fetë pagane. Kjo është një bëstëtni, një besim paganizmi, ku paganët, mushrikët, jo të gjithë, disa prej tyre mendojnë se shpirtat të vdekurve vinë e na vizitojnë. Madje ka prej tyne të cilët u lënë ushqim të dera, sepse thonë shpirtat vinë, e le të hajnë, e le të pinë, i lënë ushqim të dera. Krejt kjo është punë e paganizmit, tërsa të muslimanti jo. Lajmet u shkojnë atyne, kjo ka dallim, ndërsa shpirtat e tyne kur për jetën as vinë. Ja. Po. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E kam një pyetje, është pak e gjatë, është po më nëna në pika të shkurta, që mos më jep kohë. Është bërë që 6 vite, e kam kështë tash me doktoratur shkenca është si OCD, OCD. Me fet është vezvese. Po bërë që 6 vite. Vezvese. Vezvese, po. Po. Edhe është interesant se kom shku të xhallare në për YouTube edhe kom dëgju shumë, po shumë pak dina xhallar për këtë, ose të paktën shumë pak është diskutu për këtë temë. Është esenca që për që 6 vite në kom punu në një vend edhe ka ra me po një person që ka qenë një besimtar, s'ka besu në Zot, edhe nuk është hera parë, u kanë disa që kom po njerëz që janë ka një besimtar, po nuk jam ku ma shumë për të madhe, kom thonë ok, e kam për vete. Tash tek ky person nuk e di pse unë pat pik në krysi, më ka thonë që është jo besimtar, dhe pak para se më ka du që jo besimtar, më ka duk shumë i çuditshëm, dyqysh, tani kur më tha që është edhe jo besimtar, më pa duk sikur me po ko plaktu, atë si me pa dreqin. Edhe dyqysh gjithë jëm tu, tani prej tina, edhe kum lanë punën për shkak tina, edhe gjatë shumë ju më bo vest këtë person, ku do që menojsha që ka mujt me shkel, ose ka mujt me prek një sen, unë e qatë sen s'kom mujtësof me prek, ose nëse e kom prek, është dash me pastru durt, s'disa herë në ditje. Tash, qëta herë, kështë të e kom lanë edhe punën, tani qatë vest që ju më bo, ju më kanë edhe të falë, e kom lanë edhe namazën, se u bëjsha vestan edhe namaz, ka ndodhë shpesh që s'ka mujt mu falë asë në progë, se gjithmonë të menu mësëm kanë prek qera pat në ato këpuca ku ka shkele dhaj, ku mujt me shkele dhën, nuk di veç të në kohën të la durt në stop, mu ka dosh me la durt, edhe dyqysh tash u bërë më që 6 vite edhe prap që kësa nuk po mëna me hek, da me tha mu ka bo shumë kry, mu ka do është edhe mu largu në është edhe i kom këshka këtu vujtën, është edhe familjes tem për këtë sen, po unë veç nuk po mëna me largu, kom lexu shumë sure, kom lexu Koranën stop, ku ju më falë prap, nështë ka ndodhë shtrit, qatë se s'ka mujt mos di që s'ka mujt, kur që është më falë shtrit ju më falë. Qa s'ka mujt, për qa s'ka mujt? Do me thonë të në mënyrat ju më Për qa s'ka mujt më falë për shtrit? Po nuk po largohet, nuk po di mo që ka me bërë. Hoxha po pyet pse s'ke mujt më falë? Nuk ko mujt më falë për shkak që nuk më isha ma tokë, unë gjithmonë me papuqe, nëse ka ndodhë, më ka shkel kama tokën është dosh, automatikisht më la, se menojsha që qeropat e mija, do me thonë kama më ka prek qeropat më ka prek fuca, Tam se zgat, E qartë është pyetja. Shumë, s'po di që me thonë qash pitu, unë edhe Do të merrni pas pak përgjigjen motër, faleminderit, pyetja është e qartë nëse s'ke pyetje tjetër. I përshëndesim. Ja, s'ta as një pyetje, faleminderit. Selam aleikum, motën e mirë. Keq kjo po sillet e vesja. Ja gjithë jam në ndryshe këtë kësil të bdallakia. Pasha zotin të bdallakia. Ma bën halal kjo dhe të motrat e tjera veç. Kjo bdallaki me bajt për sërani me thasë. Me bajt për sërani se kërë nga ka vete njeri ju 2-3 thasë në shpina për një thasë të madhë, me vetë, qa për banë thë të zdi? Nuk ka bësh prehi. A përhe që ta shkatë rej shpinën, zdi vëllaj, ja po që ashtu është. Pëse për banë lësho,
Jo s'di, s'mu shkej pa të kërkon, s'di. Bëdal. Që Abdallaki, tash më bë halal mua të për kej fali sërish për Abdallaki e kipë. Abdallaki bre. Kjo është më bo arab i veseve të dreqit. Me lujtë e me ty ka dan, me lujtë me mu ka dan aj, që ka që i ligë me kanë, aj me lujtë me mu që është dana. Bëllë mirë për thue, është pa besimtar, e ka për vetë. Që ka hinnu dhe mu që ka bënd të këbënaj? Që ka me hinnu dhe mu? Po ti burë se ki, po vëlla se ki, po një shpi në antarë familjes nuk e ki, që pa hani se hana, ullësh një sofera, pe prek një të ngota, funja edhe me pas antarët familjes, ajo është i pas, nuk është i në dytë. Kufrën e ka të në dytë, shirkun. Por jo trupin, por jo jargët, për ata nëse një pabesimtar, pinë ujnë që të gotë, dhe e lëngjys. E pas të e marrën e pi, është e paqët, e kam të drejt, e kam halal po, e kam të lijuar po. Vesh nëse ka pi alkohol, që atë për atë, tani pinuj, nuk u zemi pi. Për ndryshe, nëse s'ka pi alkohol, s'ka marrë me shderët, e pindohu e len mu e pione, apo në qatë gotë që ka pia e pione, pa problem. Kështë që, ma bëhalla dhe pak, kështë që te ke ngarkuve të vetën pa pas as një arsye. Te do të me mjekuve të vetën tante. Me mjekuve të vetën tante. Me thave të vetës, nuk pilan më durët. E nuk pilan durë dhe të herë. E ty be një lave, se abonën ta. E lave një herë, o kry me selja. Allah i madhura që që namaz. A ka diçka ma të shajtë se namazi? A ka diçka? Nuk ka ma të shajtë se namazi. Me gjithate, për mi ik veset, me pështu veset shejtanit, nëse gabojmë, në mashtran shejtanit dhe nuk e dina i këna falë 3 apo 4. Qëka do të me ba? Në rëqatën e 3 je në seqde, do në më qu. Nuk përdin a jenë të 4-tën e do të më ullë, apo jenë të 3-tën do të më qu në kam. Vec pak sekonda kujtohesh. A ma shumë pa anan që jenë të 4-tën, apo pa anan që jenë të 3-tën. Jo edhe fa e ne që jem të 4-tën. Mirë, ollo. Kënu të hjatin, shahadetin, jep selam, bënë 2 sevisejde, 2 sejde, apër të hjatin, shahadetin, selavatin, selam të gjatë, selam të majtë. Tash, me mene tem 4, po jashtova sevisejden. Të zotin nashta 3. Në regulla. Edhe namaz. Edhe namaz. Sepse Allah e din që unë jem që kërap që pa ndikohna, pa mashtruhna, e nuk dënë zote më mlanë më bo me ra viktime të cytjeve të drejqit. A 3, a 4, e kujtav, e skujtav, e bëm për sërët edhe njëherë, a për të habit, për sërët njëherë, me falë namazin 5 herë dhe të hera. Edhe namaz është. E lere më durët. Për ty be një lava, si a bona. Dhe që ka me huar buk me të, ka me huar buk me të. Po, Allah, me gishta bile, me gishta. Qështu arri njëri vetë vetën me shëru dhe me largua të vese. Pa i që me të atje, dhe me botë kunder të nësaj që të thëtë i mendja jote. Pas të këmë la namazin. A punë të mirë për kalëzën këlla namazin, na? Namazin me la. Me la namazin. Për që me la namazin? Shështu ka bësë muj. Dhe gadal i prish punë të në zotin tënë. Dhe qështu nuk dura kërkosh. Nëse ki bure ke pro shpirtin fët. Shpirtin fët. Nëse e vajzë të nanët e baba, ja bjen shpirtin fët. Fëmive ja bjen shpirtin fët. Jesë për më kuptani. Ja, për të kuptojmë bëdë mjëra që kënë të këtë buks nuk je. Qësë për të kuptojmë na? Ja, ne për të kuptojmë, së pravime të kuptu ma shumë heq, bëdë për të kuptojmë na që të kënë të këtë buks nuk je. Një shpirëb në halakate.
Se vesh ti përdo kam i la dur 50 ditje, na ja. Po që pa i la dur, qka bëhat? Kam me hangër pa i la dur. E kam haram? Jo, se kam haram. Pa i la dur kam me hangër. Me thyat unin tënë. Ka ra bukan tokë, kam me marrë tokë me hangër bukan. Me thyat unin tënë, me thyat me lërguat vesin. Abdullah ibn Mesudi ka thonë, je namaz, vjen me në s'ki abdes, e për vete ka thonë, e plesej namazin, edhe pëse më pa abdes, prej nati dreqit. Të mëse në e fali, se di që pa abdes nuk pranohet, por s'du më ndërprej, prej nati dreqit. Kështu që mëno me luftu vetë vetën, sepse me luftu armikon, jo vetë vetën, sakë për Allah, po me luftu me vetë vetër, kom fjallin me këtu veset tua, me luftu armikon. Me luftu drejqen larëm. E le këtu senet të dhëtë milat durë, pëse milat durë, mësë filaj. Ja po, s'ka ja po nalo, ka e ki me të kry, a jeve dish me motër po, mës hen ban 10 herë, një herë laj durët. Për vobra pa i la durët heq. Je ka shkel, s'ka shkel të në qanë pas shkel. Shka lidhe po pas shkel. Edhe doha me ba, me pështetë zotin, po doha zotë. Largëma këtë bes, largëma këtë menet keq, këtë veqirë të keq jara Belal. Allah të shëroh të i motër, Allah të shëroh të këthej namaz, do i motër. Këthej namaz se në bahalal, se nuk po dëna me të qërtu, por se këshile për gjëshme për të gjithë neve, e të mësë prek, Allah të shëroh të jara Belalimin, nësja namazet, se me të zanë dhe i ka qështarë syje të zotin nuk ki. Namazet, me anis me falë namazin, edhe dal nga dal me lang të bdallakina. Inkuadrojmë telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Selamu alaikum, kam një pyetje për hoxhën. Aleikum selam, urnane. I kam 14 vjetë edhe po kur po shkoj në shkollën e po kam gjithë stres, edhe kur po jam në shtëpi po kam angst, po tutna edhe po kam depresionet e nuk po di ç'a më bë. Sa vjetë ki 18? 14. 14. 14? Po, 14. 14. E pse të ki tutë në shkollë, për qa e këzune? Sti vallajnë edhe në shtëpi po kam. E kon të psikologi? Po, Dhe që të ka thonë? ka thënë nuk unë duhet më tut pozitive, po tutna, po më roke depresioni. A s'ka një mu kur gjëmije kua? Psikologu? Po, kam e shku. A të ka një mu dhe qka? E ka në herë, sari e konë? Po, jam konja 3-4 herë. Po, vazhdo me shku. A falesh rregullisht? Po, E të shpia falen? po. Në rregull, ju falenderit për telefonatën, ju përshëndesim të merrni pas pak këshillën. Selam aleikum. Shka dhe një rrokje banë dikon e motër. Shka një rrokje banë dikon, se nuk kanë rregull kjo punë njëri me pas tut, me pas presion, depresion, me pas stres, me pas... Për çka? Me shku të psikologu, po me shku edhe tek dikush që bën rrokje, ose me lëshu rrokje me ngu vetë, lëshu surat al-Baqara, lëshu surat al-Baqara, krejt në shpejt, atë ku flanë, ku rrën, për dit mundohë me ngu surat al-Baqara, për dit. Dhe nëse nuk e ngon të kajt, aje le të vazhda në shpejt. Hinti den, aje le të vazhda në të kënohet në shpejtane. Të kalen insha Allah ta'ala, të kalen insha Allah ta'ala, Allah të shëroft ja Rabbi. Kemi dy pyetje nga një vëlla nga Shqipëria, ku thotë selamu aleikum, jam një vëlla musliman I cili vuaj nga kanceri I zorës së trash dhe kam bërë operim 2 herë brenda 9 muajsh. Operimi I dytë kam 3 muaj që kam bërë dhe kam shumë dhembje fort edhe natën edhe ditën, jam pa gjumë pothuajse. Nga Ramazani vitit kaluar kam 15 ditë të mbetura dhe dua të pyes hoxhën se këto ditë duhet kompenzuar me agjërim apo jo me ushqim, sepse thot mos gaboj inshallah thot këtë çështje, sepse me lejen e Allahut këtë sëmundje do ta kem, nuk do ta kem për herë do të shërohem. Kjo është pyetja e parë e këtij vëllau, pastaj lexojmë pyetjen e dytë. Allahu të shëroft, Amin. ja Rabbel Alemin, atë dhimbje të largoft, e të forcoft, e me bo kazan gjerimin të lehtësoft, të në përdere se e që gjendë nuk mund është me agjeru e gëzun.
Vështirë ki shumë, vështirë ki me gjëru ki gjendje. Pret dhe të bësh ma mirë, e pas ta i agjeran. Nuk ka bahane, me shty agjerimin, sepse nuk pështyn për qefi, por pështyn me ëzër, me arsye. Je justifikuar, nga se shëndeti nuk i ki mirë. E Allah i madhëruar, ua ka pezulluar obligimin e agjerimit të smuarve. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ata të cilët janë të smuar apo që janë udhëtar, ju agjerojnë kohë tjetër jashtë Ramazanit, e kjo jashtë Ramazanit kur të kish mundësi. Kur kish mundësi. I ri, forcosh inshallah taala, shkon më të madh, shkon 2 vjet, shkon 3 vjet, le të shkojnë. Le të shkojnë. Edhe 5 le të shkojnë. Për qef s'pilen. I smut. I smut. Nuk ka dert, mëse ba marak për këtë qështje. Edhe pyetja e dytë që paka shumë është me të parën, thotë, për këtë Ramazan, inshallah, kam dëshirë shumë të agjëroj, por doktori më ka thënë që zora jote duhet të jetë aktive shumë herë, pra me ushqim nga pak, edhe unë duhet të agjëroj sepse 2 vakte sefyr dhe iftar për mua thëtë mjaftojnë. Mirë, po doktori është jo musliman dhe më ka thënë që duhet me hangër ushqim disa herë në ditë me arsye që me funksionu zorë si duhet. Edhe pse thëtë kam dhimbje shumë të forta. Dëshira ime është të agjëroj. Mirë, por nëse nuk agjëroj, më bën shumë ditë, 45 ditë edhe në vitin e kaluar. Një shpjegim të saktë si trajton shariati në fikun islam këtë çështje, sepse s'du më marr vendime të gabuara. Allah dashtë të trujt, ja Rabbil Alemin të forcot. Mjekë është jo musliman. Në këtë rast, por është ekspert e asaj fushë. Për me qenë më i sigurt, ai nuk ka arsye me të rrajt. Andaj nëse thot mjeku që duhet me përdorë ushqim shpesh, sepse zorët me qenë lëngët, non-stop, ju më tha, duhet me ngu mjekun. Po për me qenë më i sigurt, konsultoj një mjek tjetër dikun. Qoftë me telefon, dhe një mjek tjetër që jo musliman, dhe të tregoj, filani, ka thonë kështu dhe kështu dhe kështu. Po të tërgoj dhe analizat mija, të lutem kam që marrë mendimin tënd, a të mjaftoj me 2 ushqime, e që bie pak të ashtër nga vetë vetën, apo mos t'ja filloj fare, mos t'a agjeroj, ta marrë me këshillën e doktorit. E faktit që pastaj, që të bëhen ty ditë shumë, vitet kaluar, këtë vitin nuk ka dërt, sepse i smuar. Ka mundësi ka njëri 3 vite, 4 vite, 5 vite, 7 vite, nuk më në agjeron. Dhe i mblidhen 7 Ramazana. Por është i rijaj, dhe ka shpresë të Zotit që shërohet. Edhe plet ka që shërohen, tani ka 7 Ramazana. Edhe i ndanë. Kur shërohet i ndanë. O të hanëm tajte, ose kur shkurtohet koha janë njësa gjerën në rënë. A gjerën për ditë. S'prish punaj. Sa s'ka behanët, nuk të më shqetësu. Me bo me nëzat dekën, pas e gjelin, ja paguin pas taj. E lem testament, që me nëzat dekën, e kam bërë që ka që ditë, du me mi pagu. E që bime dhe në fukarave, ka 2 shujtje për shdo ditë. Po. Vajza ime thotë 10 vjet i ka, mirë po i kanë ardhur të menstruacionet, a ka obligim me agjëru këtë muaj? Gjithsesi. Pa asnjë dyshim. Obligimet fetare fillojnë me hyrjen në moshën madhore. Njëra prej shenjave të pjekurisë, respektivisht të hyrjes së femrës në moshën madhore, është edhe ardhja e të përmëshmeve të tyre. Momentin që i vinë femër vajzës të përmëshme të sajna, cikli mujor, ajo automatikisht e ka farz, namazin, mbulesën, agjerimin, dhe krejtja ka farz nana vetë, apo gjyshja vetë e kështu mëra. E marrë me një telefonat me qenë se kene 1 minutë kohës 2, kështu që shkurtimisht besojmë. Selam aleikum. A kemi në linja, alo, telefonata? Iko telefonata, kështu që edhe na po ikim për këtë emision për sonte, që faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kaq për sonte, repriza është nesër në orën 12, për më shumë dhe më gjërësisht e ndeshni hoxhën në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale Dr. Shavqet Krasniqi. Selam aleikum.